Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me zotin Filip Vila, drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik në Bashkinë Shkodër. Mirë se ke ardhur zoti Filip në studion Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se u gjeta. Natyrisht një mëngjes që jep shumë informacione, që jep impulse për të gjithë ata që na ndjekin, që jep informacion mbi ecurinë e punës tonë të përditshme. Natyrisht shërben edhe si ngrohje në këtë mëngjes, paksa të ftohtë dimri. Natyrisht sapo kemi mbyllur një vit ku shërbimet sociale kanë patur treguesit e tyre, tregues që në Bashkinë Shkodër konkretizohen me qendrat e komunitetit, qendrat komunitare në shërbim të familjes, me qendrën rinore Atelje Kohët e Fundit, me punën me familjet kundër dhunës, me probleme që lidhen me fëmijët në nevojë, me fëmijët të rrugës. Është një panoramë e ravizuar shumë shpejt, ndoshta me këto fjalë, por gjithsesi tek ju ka pulsuar muaj pas muaji në aktivitete dhe projekte të shumta. Sigurisht, mbyllim një vit impenjativ me shumë punë, me shumë sfida, me shumë shtërsi, por në fundit do të jemi të kënaqur, një vit pozitiv me arritje që sigurisht problemet sociale në Shqipëri janë të pafundme, jo rastisht jemi një nga vendet më të varfër në Europë, por ne tentojmë të bëjmë më të mirë një realitet jo të lehtë, një realitet vështirë dhe me shumë problematika. Problematikat janë të shumta, sigurisht nga krijimi, meqense gjithmonë flasim për një drejtori e krijuar në vitin 2016 për herë të parë në historinë e Bashkisë Shkodrës, prandaj këtë nuk duhet ta harrojmë, meqense jemi në fazat fillestare. Dhe në fillimin e saj ne kemi projektuar krijimin për herë të parë në territor të një rrjeti të shërbimeve sociale, si quhen për ne janë qendrat komunitare për familjen, të cilët gradualisht dhe gjatë vitit 2018 që sapo mbyllim, ne punojmë që të konsolidojmë ato që kishim ndërtu, meqense para qendrën ndërtuar në dhjetor të vitit 2016, vazhdojmë të konsolidojmë ato që kemi në qytet, kemi 5 qendra të tilla nga një në çdo lagje, ushtrim dhe një njësitë administrative, gradualisht jemi jo vetëm në Dajçë dhe Ngurizi, po jemi në Rrethina, njësi administrative në më madhe mas qytetit të Shkodrës, jemi në Velipoj, jemi në Anë të Malit, pra gradualisht po tentojmë që të shkojmë drejt komunitetit, sa më tepër që të mutë. Njëkohësisht kemi krijuar dhe qendra të reja gjatë vitit të kaluar, ishte domosdoshme që ne të vazhdojmë jo vetëm me qendra që mbulojnë nga ana territoriale, që janë qendra komunitare për familje që mbulojnë një zonë të caktuar, duke synuar që të ofrojnë shërbime sa më të shumta për komunitetin, por njëkohësisht të krijojmë edhe shërbime specifike për grupe sociale në vështirësi të veçanta. Kjo do të thotë që ju më përpara, më herët keni identifikuar shumë probleme dhe keni konkretizuar ata në këto projekte që lidhen me ngritjen e kapaciteteve e më pas me rrjetizimin e një numri aktorësh dhe faktorësh që mundsojnë këtë sipërmarrje tuaj. Sigurisht, që në krijimin e drejtorisë ne kishim një vizion. Si bashki, si autoritet veçërisë vendore, në mënyrë që të krijojmë shërbime pranë komunitetit. Pra ky ishte atje ku njerëzit jetojnë, ku kanë problematikat e veta, me një synim të vetëm që të fuqizojnë familjen, individin dhe familjen. Kjo ishte synimi jon. Pra këtë si do ta realizoshim? Do ta realizoshim duke krijuar struktura të cilat janë afër komunitetit. Pra për herë të parë ne krijojmë një model tonin, do të jemi edhe pozitiv me këtë, pse për herë të parë krijojmë një model i cili Bashkia e Shkodrës po ndërton, duke krijuar modele të qendrës komunitare për familjen pranë komunitetit. Dhe në këtë drejtim, rezultatet kanë qenë të mira, pozitive, dhe gradualisht duke punuar dhe duke marrë informacionin dhe problematikat që mbulojnë, se kjo gjithmonë bëhet fjalë me një proces rritje dhe zhvillimit. Në fakt, ju sapo thatë që kemi krijuar një model tonin dhe kjo është ndoshta një risi edhe nga bashkitë e tjera. Ju keni fituar madje edhe një çmim në rang republike, nëse nuk gaboj, për 2018 për ngritjen e këtyre qendrave komunitare.
Qartë, kjo vërtet, ne vim, Shqipënia nuk ka traditë në shërbimin sociale, këtë duhet ta theksojmë gjithë. Ministria e parë ndërtuar për shërbimin social në Shqipëri është viti 1993, pra dhe deri në tani nuk kemi një model se si duhet të organizohet shërbimi social në Shqipëri. Nëse kemi për shëndetësinë, kemi modele që shërbim parësor, dytësor, nëse kemi për shkollat, që sigurisht i kemi të qartë, në shërbimin social nuk kemi një modele të tilla. Ne nuk mund të priqim pafundësisht dhe duke u mbështetur në eksperiencët më të mira të zhvilluara pas viteve 90 në Shkodër nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare dhe duke u mbështetur në nevojat reale që ka komuniteti, atëherë ne modeluam strukturat tona. Fillojmë të ndërtojmë një strukturë të cilët është territoriale, mulon një territor të caktuar, për shembull tek bashkia kemi 5 lagje qytete, kemi një që ka përgjegjësi për një lagje të caktuar, po njëkohësisht për çdo njësi administrative. Ne quhet me qendër komunitare për familjen, jo rastësisht me një vizion të qartë që do të jemi pranë familjes, duke besuar që familja është baza e shoqërisë, prandaj do të ishim afër saj dhe ta mbështesim me të. Dhe sigurisht kjo kurrizu në vitin e kaluar në Agjencia Qeveritare për mbështetjen e reformës territoriale, pjesë e Ministrisë së Brendshme, për çdo vit ka një konkurs të tillë për praktikat më të mira në fakt dhe ne aplikujmë si bashki për qendrën komunitare për familje, për modelimin tonë. Dhe nga 61 bashki që aplikuan ne ishim fitues dhe sigurisht është një rezultat i mirë, rezultat pozitiv që sigurisht na hap edhe detyrime më të mëdha. Në fakt këto çmime natyrisht janë inkurajuese për punën, por ajo që është thelbësore është efekti. Efekti që kanë në familjet në nevojë, këto qendra komunitare, këto ndërtime strukturash që ju i keni formëzuar në punën me gratë, në punën me fëmijët, në punën kundër dhunës, në ndihmën dhe aktivizimin social, në ndihmë të punësimit të tyre, janë disa sektor që brenda secilës qendër komunitare funksionojnë. Si kanë ardhur këto probleme dhe çfarë rezultatesh, natyrisht jo shumë të mëdha, sepse për ndryshe këto probleme minimizohen, përkundrazi ato bashkëtojnë me ne, por rëndësishme është që të trajtohen dhe të tentohet në zbutjen e tyre. Qartë, ne do të kemi parasysh diçka, shërbimi social janë një mundësi për komunitetin, janë një mundësi për individet. Nuk zgjidhin problemet ekonomike të gjithë popullsisë, meqense nuk rrisin prodhimin në përgjithësi brutën, pra nuk janë institucione që zhvillojnë ekonominë dhe japin impakte të tilla, por sigurisht ne japim një mundësi. Pra stafet tona, psikologët, punonjës social, juristët që kemi në qendrat tona komunitare janë një mundësi që të marrin një kontakt me ta. Ato asistojnë çdo individ, çdo familje e cilës në varësi të nevojave që ka. Për shembull, nëse kemi nevojë për papunësinë dhe nevojë që të kemi kurse profesionale, sigurisht ne orientojmë drejt kurse profesionale në bashkëpunim me partnerët tonë territorial që janë organizatat e shoqërisë civile, po sigurisht edhe institucione të tjera qeveritare. Nëse ka nevojë që familjet e caktuara të kenë nevojë për që fëmijët të shkojnë në shkollë, të kenë për pajisje, për mjete, sigurisht që do të jenë të tillë. Asistencë psikologjike për fëmijët, për gratë në situatë dhune që janë në përfasat me problematike. Pra, personat me aftësi ndryshe të cilët kanë nevojë për mjete të caktuara, sigurisht është një mundësi që të marrin shërbime të tilla ose për shërbime riaftësuese pranë qendrave tona ditore për rehabilitimin e tyre. Pra, mundësitë janë të shumta, ajo që ne po koordinojmë shumë mirë në territor është bashkëpunimi me aktorë të tjerë territorial. Pra, qendra komunitare për familjen, është qendra e cila koordinon kapacitetet territoriale. Është në kontakt me qendra shëndetësore, është në kontakt me shkollën, është në kontakt me organizata shoqërisë civile në territorin që mbulon, dhe të gjithë bashkë tentojmë të koordinojmë këto kapacitete. Pra është një rrjet. Është një rrjet i vërtet, pse ne nuk marrim përsipër që t'i ofrojmë të gjitha direkt të shërbime, por njëkohësisht të koordinojmë të gjithë kapacitetet që janë në territor. Dhe kjo është një nga sukseset tona, çelësi i suksesit ton, pse ne po bashkëpunojmë shumë mirë me organizata shoqërisë civile, të cilat po punojnë bashkë me ne brenda qendrave komunitare. Pra është një risi, pse ato ndihen mirë, bën pjesë e shërbimeve dhe njëkohësisht shërbimet bëhen më të qëndrueshme dhe pas largimit të organizatave, pse organizatat nuk janë të përjetshme, projektet kanë një kohë të caktuar dhe
ato pas largimit të tyre sigurisht të shërbime mbarten nga bashkia, nga stafet tona, të cilën në vitin qershor të 2015 ishim 2 specialista, sot jemi 31 specialista. Pra atyrisht kemi një rritje numerike në një territor shumë më të madh dhe nevojat janë shumë më të mëdha, por ne gradualisht po rritemi dhe stafi jon po përgatitet që të japim këtë shërbim. E thashë një herë, modelimi nuk është vetëm në formë, por njëkohësisht është edhe në mbrëmësi, në informacionin, në njohuritë e stafit. Meqense duhet të personel që duhet ta dinë ta bëjnë këtë punë, duhet të ketë njohuritë e duhura dhe e bën për herë të parë. Nuk ka modele të kaluara që ne ti marrim si pikë referimi. Dhe kjo është një mundësi e mirë, por njëkohësisht është një nga vështirësitë që të krijojmë modelimet tona. E gjithsesi në një farë mënyrë është edhe një shkollë veprimi e stafeve tuaja për të përgatitur në vimësi për të tjera sfida, duke u mbështetur nga problemet që ata evidentojnë dhe për të trajtuar të tjera probleme. Sigurisht, ne duke punu shohim se kemi vështirësi më tepër. Kemi nevoja më tepër për komunitetin, kemi nevojë që të ofrojmë shërbime të reja dhe të gjithë të zhvillohemi, gjithë të rritemi. Është një proces rritje për shërbimin, për personelin, për të gjithë ne bashkë. Prandaj duke punu pamë që kishim nevojë edhe për shërbime të tjera më specifike. Prandaj linden në graduale që ofrojnë shërbime më specifike. Për shembull, në tetor ne inauguruam një qendër të re multifunksionale për persona në situatë rrugët, sigurisht me prioritet veçantë fëmijët rom dhe egjiptianë, të cilët janë fëmijë që kalojnë shumë kohë në rrugë. Atëherë ato kanë nevojë përveç shërbimeve të natyrës psikologjike, sociale, shëndetësore, atëherë kemi nevojë që të mbështesim në edukimin e tyre, pra me mjete shkollore, të asistojmë me klasa pashkollore, pra në kësaj qendre dhe njëkohësisht ne sapo filluam në fund të vitit kaluam dhe një direkt pra një shërbim të një vakti për personat që kanë nevojë realisht dhe do kemi çdo ditë për herë të parë 25 deri 30 fëmijë që do përfitojnë një shërbim të tillë, në mënyrë që gradualisht pastaj të kalojmë në shërbimet të higjienës elementare. Shpesh kemi nevojë të caktuar që personat që kanë nevojë që të marrin shërbimet e higjienës elementare me lavanderi ose me dushe. Pra, nga shërbimet e përgjithshme sociale dhe psikologjike shkojmë te shërbime më tepër sipas nevojave të tilla. Pra gjithsesi me sa marrim informacion janë shërbimi që konkretizohen në të tjera, që gjenerojnë të tjera nevoja, që shkojnë drejt shërbimeve që lidhen me këto nevoja, pra diçka që rritet duke njohur gjithmonë e më shumë situatat. Sigurisht, mund t'japi shembull për shembull konviktin e shkollës superiore. Ishte një konvikt i godinë e braktisur që ne rikonstruktuame dhe sot kemi një kopsht, kemi një qendër shëndetësore të re, por dhe kemi kopsht të ri. Pra, brenda 3 viteve të fundit kemi 2 kopsht të ri në Bashkinë e Shkodrës, që sigurisht nëse kujtojmë të fundit që ndërtuan në Bashkinë e Shkodrës, mund të ketë rreth 40 vjet, ku nga vitet 80, prapë s'ka një shifër të saktë. Pra, vetëm duke shfrytzuar hapësirat ekzistuese, objektet ekzistuese, duke rikonstruktuar dhe duke bërë në shërbim të komunitetit, kemi pra ja modelin e shkollës konviktit e shkollës superiore që kemi pra kopsht dhe qendër shëndetësore. Këtë vit do kemi edhe një qendër të re pranë atij komuniteti. Pra, marr një natyrë multifunksionale qendër të tilla. Te shkolla di Durham kemi shkollën, po sigurisht kemi ndërtuar një kopsht të tillë. Dhe kjo vjen gradualisht nga nevoja që ka komuniteti duke shfrytzuar çdo objekt ekzistues të Bashkisë Shkodrës. Kemi marrë 10 të tillë që ishin jashtë shfrytëzimit, ishin jashtë përdorimit, duke rikonstruktuar dhe bërë qendra të cilat ofrojnë shërbime sociale, edukuese dhe shëndetësore. Ja, për shembull, vitin mas pak javësh ne do fillojmë punimet e kopshtit Guerrile, nga kopshtet e vjetra të Bashkisë Shkodrës, e cila do rikonstruktohet, do dyfishojnë kapacitetet e kopshtit, pra nga 60 do kemi 120 fëmijë, do kemi qerdhe të re për zonën, për lagjen numër 1 të qytetit, njëkohësisht do kemi edhe qendër shëndetësore. Me që përmendet kopshtin, po ai kopshti tek shkolla veterinare ka qenë një kopsht me probleme. Atëherë, shkolla veterinare është një nga objektet më të mëdha, dhe ka është rreth 2500 metra katror, në fakt një objekt shumë i madh. Ne po mbyllim projektimin e saj dhe në buxhetin e vitit 2019 Bashkia e Shkodrës ka parashikuar një fond të veçantë që do fillojë rikonstruksionin e saj dhe do kemi qendër multifunksionale më të madhe dhe më të rëndësishme në territorin e Bashkisë Shkodrës, në cilën do të ketë qerdhe, kopsht, ambiente për qendër shëndetësore, salla aktivitetesh kulturore, qendër për të rit dhe për të moshuarit. Pa do të jetë, ne do fillojmë, besoj që nga pranvera do fillojmë punimet me te dhe do të jetë, me siguri do të jeni nga qendrat më të mira që do kemi në territor. Natyrisht duke marrë gjithë këto informacione, dua të di, sepse ju keni stafet tuaja, çfarë ndjeni nga përvoja juaj në punë me njerëzit që kanë nevojë dhe
që natyrisht janë objekt i punës në këtë qendra komunitare. Çfarë ndjeshmërisë në ecurinë e punës të shërbimeve, të përmirësimit të jo vetëm të shërbimeve, por edhe të ndihmës që ju i keni dhënë, si punonjës social të rrjetit tuaj, të sektorit tuaj, çfarë ndjeshmërie ka dhe sa mirë mund të ndjehet një punonjës i tillë kur kryen një shërbim falendërues, ndoshta jo thjesht në kuptimin e përuljes, por të vlerës së një shërbimi që ka. Sigurisht, shpesh personat me vështirësi janë personat me të pasur dhe me pozitiv nga ana emocionale dhe nga ana njerëzore. Por jeta për arsye të ndryshme i ka vendosur në vështirësi të tilla dhe ne dhe stafi tenton që të rrinë afër, tenton të bëjnë më të mirën e mundshme, sidomos me fëmijët, është shumë interesante puna me fëmijët. Ne kemi grupe mashkullore, grupe që vinë për të përgatitur mësimit, por njëkohësisht për aktivitete, tani po bëjmë aktivitete edhe muzikore, për shembull, po rrisim grupe për fëmijë në vështirësi ekonomike sociale, nuk mund të vinë vetëm që të përfitojnë shërbime, por njëkohësisht të përfitojnë edhe kvalitet tjetër. Pra kemi grupe të cilët po këndojnë, po ofrojmë shërbime të caktuara, aktivitete pikturë, kurse të tjera jashtëshkollore, dhe janë fëmijë të pasur, fëmijë pozitiv, janë fëmijë të këndshëm që për shembull në fund të vitit që sapo mbyllëm në lanën e aktivitete kulturore, në lanën koncerte, në lanën shembull shumë të mirë që ata jo vetëm mund të shkojnë në shkollë, jo vetëm mund të kenë rezultate të mira, por mund të jenë fëmijë të cilët mund të këndojnë mirë, mund të vizitojnë mirë, pra janë në aspektin emocional janë shumë pozitiv. Të rriturit sigurisht është pak më vështirë, meqense bëhet fjalë për një moshë e cila ka një eksperiencë të rritur dhe pozitive, po sigurisht kemi edhe raste të tilla që kemi persona të tjerë të cilët kanë filluar të punojnë, kanë bërë pjesë e procesit rritjes, zhvillimit të tyre, kanë kryer kurse profesionale. Sigurisht mund të kenë marrë edhe elemente fuqizimit ekonomik, pra mund të kenë marrë edhe mjete me projekte të caktuara ne i financojmë dhe blerjen e pajisjeve profesionale në mënyrë që ato të integrohen në punë, pra mjeteve të caktuara sipas nevojës, sipas eksperiencës tyre. Pse gjithmonë bëhet fjalë edhe sigurisht për ato që jetojnë këtu po të kthyen nga migracioni, meqense ka projekte të veçanta për to dhe shpesh shohim që ato punësohen. Por nuk është më vështirë, me të rritur është më vështirë. Me fëmijët sigurisht rezultatet janë fantastike, janë shumë të Ndërkohë për të falendëruar është edhe një qendër rinore, atelje, për të cilën unë mendoj që duhet t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë në një emision të posaçëm, por gjithsesi le të hedhim dritë paksa në ndërtimin e saj. Sigurisht që në atelje ishte kurorëzimi një pune të gjatë që filloi që në vitin 2015 realisht nga takimet të ndryshme lindi nevoja që të kishim një qendër rinore në territorin e Bashkisë Shkodrës, nuk kishim një qendër rinore, duhet projektoshim sigurisht dhe vendin ku mund të ndërtohet ajo, dhe sigurisht do të projektohet si objekt, po njëkohësisht do të siguroheshim me financimin, do të jenë financime të rëndësishme. Pra që në atë kohë lindi nevoja, filloi u projektu me inxhinierët e arkitektë e Bashkisë Shkodrës me një objekt i cili ishte i braktisur tek qendra te Galeria e Arteve në katët e sipërme, janë dy katët e cilat janë në katët e ekstreme 4-5, dhe gradualisht filluam të shkruajmë një projekt në bashkëpunim me organizata shoqërisë civile. Dhe thamë, okay, çfarë do bëjmë ti? Çfarë të rit ka nevojë? Dhe pat një debat, një diskutim shumë interesant fakt që na pasuroi shumë projektin, çfarë nevojesh ka atje. Dhe që atë kohë projektuan në laborator për muzikën, për kompjuter, për zhvillimin e biznesit, pikturës, kërcimit, meqense të rit kërkuan që të kishin një sallë kërcimi dhe aty lindi ideja, dhe aty kur ke një ide të mirë, kur ke një ëndër dhe ke dëshirë që ta realizosh, sigurisht gjithçka realizohet. Kjo është një nga thirrjet që i bëj gjithmonë stafit tim që është i ri. Ne duhet kemi idenë tonë, duhet kemi dëshirën tonë dhe me siguri që e realizojmë. Dhe aplikume në shumë donatorë, por më në fund arritëm që të ishim të suksesshëm me Jacen, një projekt i kooperacionit italian. Dhe para 2 vite filluam me rekonstruksionin. Një rekonstruksion shumë i mirë, shumë i suksesshëm, dhe cilin rikuperuam një objekt që ishte në vështirësi, ishte në qendër të qytetit, pra rikuperuam objektin nga ana jashtme, por sigurisht pasuruam shumë mirë dhe nga ana brendshme. Kemi një qendër shumë të pasur, shumë të mirë, e cila krijuam këtë laboratore që u projektuan para 2-3 vite në diskutim me të rit. Pra sot kemi ambiente shumë të mira, të cilat po presin të rit që të zhvillojnë aktivitetet e tyre, dhe urojmë që të ketë sa më tepër. Ne sapo kemi hap aplikimet për kurse të ndryshme, prandaj shfrytëzoj këtë moment që të rit të shfrytëzojnë këtë mundësi që të aplikojnë pranë kësaj qendre për kurse të muzikës, kompjuterit, kërcimit, pikturës dhe filmit, pra
ka shumë mundësi të tjera dhe sigurisht ato mund të propozojnë të tjera. Ne si pushtet vendor do krijojmë qendër, kemi krijuar qendër, do ta mbajmë qendër, sigurisht të ri duhet ta bëjnë të gjallë, duhet të jenë aktiv në mënyrë që ta bëjnë të gjallë qendrën. Diçka shumë interesante, por gjithsesi gjatë bisedës natyrisht duke përmendur mjaft nga projektet që ju keni realizuar, gjithmonë mendon që kjo është një punë në vijimsi. Në vijimsi që nuk mbaron me një ditë, që gjithmonë dera nuk mbyllet plotësisht pas një dite pune, por që rrin e hapur në ato projekte, në ato hapa që duhen hedh me njerëzit, me ndihmën ndaj tyre. Natyrisht viti 2019 hap para jush sfida të tjera që lidhen jo vetëm me vazhdën e punës, por edhe me të tjera projektes, ju përmendet kompleksin tek shkolla veterinare, por mund të jenë edhe të tjera që janë projektet tuaja për këtë vit. Qartë, sigurisht kemi projekte në vazhdim, besoj që shpejt projekt qendra parë që do inaugurojmë do të jemi në Rrethina, në shtëpitë e vjetër, kemi qendër multifunksionale në shkollën e vjetër të braktisën të shtëpitë e vjetër, ne në bashkëpunim me organizatat shoqërisë civile po rikonstruktojmë, jemi në fazën përfundimtare për mbylljes në fakt, e do kemi qendër që do ofrojnë shërbime sociale dhe qendër shëndetësore. Pra, nga nevojat territoriale po shohim shpesh që këto shërbime duhet të jenë bashkë. Dhe prandaj do të kemi qendrën në komunitatet të Rrethinave, të cilët do të besoj që nga muaj shkurt do të jemi gati që ta inaugurojmë. Si thash më përpara, do fillojmë punimet, është një proces prokurimi tek kopshti Guerrili, me cilin do të kemi një qendër multifunksionale shumë të mirë, duke ofruar shërbime të çerdhes kopshtit, administrative të zyrës së rajonit edhe qendër shëndetësore. Pra, atyrisht ajo që ne po krijojmë për të parë, po krijojmë qendër shëndetësore të reja në territorin tonë, të cilat nuk kishte ndodhur për bashkia për herë të parë po ndërton qendër shëndetësore. Kjo duhet theksohet. Pra jemi jo vetëm te konviti shkollës superiore, po kemi edhe tek kopshti Guerrili. Do ndërtojmë qendër shëndetësore të re në nivelin e shkollës veterinare, e cila do fillojnë punimet në pranverë. Pra do kemi përveç shërbimet e tjera sociale, do kemi edhe shërbime shëndetësore, pra po tentojmë që të lidhim dhe të krijojmë shërbime multifunksionale në territor. Po ndërtojmë qendër shëndetësore tek Hotel Sport, të thojmë ne dikon përballë konviktit Safet Spajo, pra janë të gjitha shërbimet të reja të cilat gradualisht po marrin formë dhe sigurisht do të fuqizojmë edhe këto që kemi në natyrisht është një punë në vijim. Ndërkohë që meqenëse se territori i Bashkisë së Shkodrës është mjaft i hapur, janë 11 njësi administrative që fillojnë nga atje shumë larg në zona të thella dhe vazhdojnë deri në Velipoj poshtë, pra si do të vështrohen këto zona në shërbimet sociale. Këtë model ne po shtrim në graduale, po shtrim dhe njësit administrative. Pra jo rastisht thash që ne do të kemi një qendër të re në Rrethina, kemi inauguru ose kemi punu në shkollat ekzistuese, për shembull në Shal, në Theth kemi tek shkolla Thethe, kemi ngritur qendër komunitare, të cilet sidomos gjatë kohës së mundshme nga ana meteorologjike ushtojmë aktivitete për fëmijët dhe për komunitetin e tij. Pra po tentojmë që gradualisht jemi në postrib, sigurisht kjo është viti 2018, meqense jemi në postrib, e cila është ngurtëzi në Rrethina, po tentojmë që gradualisht Daçi sigurisht është një nga qendrat tona më të rëndësishme, pikë referimi, meqense kemi qendra shumë të mirë multifunksionale dhe në Velipoj. Pra gradualisht do të jemi në anë të malit dhe në Bërdic më tepër dhe gradualisht, pra nga kur thash stafi 31 vete, është staf i cili në mënyrë progresive po shtriten këto qendra. Nuk kemi në zyrë mund të jemi 6-7 vet, pjesa tjetër gjithë në territor, pra në qendra komunitare. Sigurisht sfidat janë jo të vogla. Ne vazhdojmë që të fuqizojmë familjen dhe një nga shembuj që mund të jap, për shembull ne kemi jetimor në territorin tonë, kemi shtëpi të fëmijës për mosën 0-5 dhe 6-16, meqense ose moshë shkollore. Dhe në këto qendra tek 0-6 ne kemi ngrit një shërbim të veçantë për fuqizimin e familjeve dhe për analimin që fëmijët të kthehen ose të shkojnë në jetimore. Pra ne pretendojmë që të fuqizojmë familjen, të pranalojmë familjet që janë në vështirësi, mos
që kanë risk pra që fëmijët e tyre të braktisen dhe që shkojnë të muaj, që të punojnë në mënyrë të veçantë me këta familje. Për shembull, nënat e vetme kryefamiljare, të cilat duhet punojnë, ata mund të binë fëmijën në qendër, mund të shkojnë në shkollë, atë kujdesen derisa nënat të kryjnë punën dhe të vinë të marrin fëmijën pavarësisht nga oraret publike, në mënyrë që ata ta shoqërojmë këtë nanë, në mënyrë që mos ta braktisin fëmijën, por ta fuqizojmë me të. Pra, po tentojmë që në mënyrë graduale të paksojmë numrin e fëmijëve në institucione rezidenciale, për shembull nga 18 ne sot kemi 5 fëmijë në institucionin 0-5 vjeç, është një sukses, është një punë shumë e mirë, meqense një pjesë e fëmijëve janë kthyer në familjet e veta biologjike, një pjesë e tyre kanë shkuar në shërbimet e kujdesarisë, pra janë shërbime alternative ose janë birësuar, pra po tentojmë që fëmijët të largojmë nga institucione rezidenciale, të jemi sa më afër nivelit të familjes. Po kjo sigurisht kërkon energji, njohje, proces. Natyrisht. Janë procese në vijim, nuk mund të bëhen është një proces rritje, është një proces rritje për të gjithë. Për suksesi e risi që do kemi dhe për 2019 është shtëpia par familje. Ne do kemi shtëpinë e par familje publike në territorin e Shqipërisë. Pra Bashkia e Shkodrës do ndërtojnë të parën të tillë. Është një model që vjen nga eksperiencat. Kjo është një nga eksperiencat e mira që ne ta shikojmë nga donatorët pas vitit 90. Prandaj në vitin 1995 në Shkodër kriju shtëpia par familje nga një projekt italian, nga Opera Madonnina di Grappa. Çfarë do thotë? Ne kemi ta shikuar pas vitit 90 që në rezidenciale të mëdha, jetimore të mëdha që në për shembull për persona me aftësi ndryshe, fëmijët. Ato erdhën dhe na dhanë një model, na thanë këto nuk duhet të rrinë institucione të mëdha, institucione të mbyllura ku fëmijët nuk zhvillohen, pra nga ana fizike, psikologjike, emocionale, ishin shumë problematika, po duhet të rriten në ambiente më të vogla, në ambiente pranë komunitetet ku jetojmë ne, në ambientet e një familje së zakonshme, të cilë ka një numër të limituar të tillë. Dhe rastësisht sot kemi disa projekte të tilla që i menaxhojnë nga organizata, pra Opera Madonnina del Grappa, projekti Shpresa, Papa Giovanni III, pra janë projekte që janë japin donatorët. Ajo çfarë duhet bëjmë ne, si shqiptar duhet marrim këtë eksperiencë më të mirë dhe tentojmë që të ndërtojmë vetë. Pra nga kjo eksperiencë ne me një projekt të financuar nga korporacioni italian po ndërtojmë shtëpinë e parë familje publike, pra që menaxhohet nga bashkia. Jashtë në proces ndërtimit, me siguri që brenda vitit 2019 ajo do të kryhet, do të përfundohet dhe do inaugurohet. Ajo që do japi një rezultat të tillë që ne si Bashkia e Shkodrës nuk do ketë me fëmijë të Shkodrës në jetimore, po do të rriten në ambiente më të vogla, më komode, më të ngrohta për fëmijët e tillë. Pa do kemi një shtëpi të tillë. Dhe është një risi, një model që ne japim jo vetëm për territorin tonë, por kjo vlen dhe për gjithë Shqipërinë, për shërbimin social. Diçka shumë e bukur do të thosha, por shumë vite më herët unë kam pas të realizuar disa emisione me vajza kryesisht të institucioneve të rritjes, të shtëpisë të fëmijës, të cilat pasi kishin mbaruar shkollën e mesme qëndronin në një prej konvikteve. Në të vërtet një jetë drejtëruese, realisht ju keni patur një lloj përvoje në trajtimin e këtij kontingjenti? Sinqerisht janë kontingjente, ajo që po tentosh të thosh me shtëpi familje, pa ne që të parandalojmë që këto të shkojnë atje. Pra të parandalojmë që këto vajza pas moshës 18 vjeçare që duhet braktisin institucion rezidenciale të bëjnë një jetë pavarur, po tentojmë që këto të mos bëjnë këtë jetë të gjatë në për institucione. Kjo është synimi i parë, prandaj shtëpia familje dhe shërbimet alternative që janë kujdestaria dhe birësimet në mënyrë që të kryhen në faza më të hershme. Kjo është e parë. Në mënyrë që mos të prandalojmë, kjo do të ishte zgjidhja më afërgjate. Sigurisht ato janë tani, i kanë kalu një jetë shumë të vështirë në institucionet rezidenciale, me shumë problematika gjatë që kanë mbartë gjatë pas vitit 90, të tranzicionin tonë të zgjatur. Ajo që ne kemi mundësi dhe po asistojmë ato, pavarësisht nga vështirësitë që janë të shumta, që t'i japim mundësi kurse profesionale integrimit në jetë. Jo të gjithë bëjnë pjesë. Nga ana strehimit. Ne kemi zhvilluar një teorikisht konvikti i shkollës superiore u është përgatit për to, janë rreth 26 apartamente, të cilat për një vështirësi teknike nuk po bëhen operative, në fakt, do të ishte një mundësi stërhimit për to, por ajo që duhet mendojmë që nuk mund të kemi stërhime pasive afatgjate, do të kemi stërhime të limituara në kohë,
të cilat ato duhet bëjnë pjesë aktive në zgjidhjen e problematikeve sociale që kanë. Pra ato duhet bëjnë pjesë aktive në formimin profesional të tyre, duhet bëjnë pjesë aktive në punësimin e tyre, meqense kemi raste të cilat janë pasive për këtë pjesë, meqense kanë kaluar pra duhet një lloj nxitje. Një lloj nxitje jo të vogël, por kemi edhe raste pozitive, të cilat kanë të rinj që kanë kërkuar akomodim emergjent, kanë marrë akomodim të tillë në për konviktin tonë, për shembull të Safit Spaju, kemi disa familje të tilla, po sot ajo është larguar dhe ka marrë një shtëpi me qara. Meqense punon gruaja, punon ai, punon dhe të rinj kishim familje. Ka raste të suksesi. Ka raste të suksesi. Po sigurisht rastet janë të vështira, kemi raste të tjera të cilët kanë një tendencë të rrinë pasive dhe të mos bëjnë pjesë e këtij procesi. Po sigurisht ne do të insistojmë dhe po insistojmë që këto të marrin shërbimet më të mira të mundshme. Por përsëri në mosa të rritur është shumë e vështirë, që po tentojmë që të parandalojmë dhe të kemi sa më pak në të ardhmen familje të tilla ose individ të tillë. Pra gjithsesi sfida të reja, projekte që hedhin vështrimin drejt për drejt qendrave komunitare dhe ndihmës së familjes, aty ku ka nevojë në mbështetjen emocionale, në punën me fëmijët, tek gratë, tek orientimi drejt punësimit, gjithsesi janë projekte dhe sfida që ju presin në 2019 krahas shtimit të këtyre qendrave dhe natyrisht të modeleve të reja të bashkëpunimit me komunitetin dhe shërbimin ndaj tyre. Sigurisht, nevojat janë të shumta, ka vështirësi të pafundme, ne po ballafaqohemi. Nuk kemi frikë, po jemi në komunitet, po ndërtojmë shërbimet tona, përsëri për herë të parë, kemi modelimet tona, jemi të hapur, bashkëpunojmë me çdo partner komunitar dhe me siguri që po krijojmë një mbështetje të mirë për individët dhe familjet të cilët kanë nevojë që të bëjnë pjesë e këtyre zgjidhjeve. Pra ne jemi aty çdo ditë dhe po tentojmë të bëjmë më të mirën për komunitetin. Sfidat janë pafund, sigurisht kemi nevojë të rritim, kemi nevojë që të përmirësojmë, por besoj që 2019 do të jetë një mundësi më mirë për shërbimin komunitar si në natyrën sociale, të edukimit, kopshteve që erdhën më tepër dhe qendra shëndetësore, të cilat ndihmojnë të gjitha për të zbutur vështirësitë e një familje në komunitet. Natyrisht ballafaqimi është një rrugë ecje që tenton të kapërcej njërin pas tjetrës pengesat edhe për të përballur me të tjera më pas. Është një rrugë të cilën ju uroj ta keni me sukses, me shumë dashuri dhe dashamirësi ndaj të gjitha këtyre kapaciteteve që ju keni ngritur dhe natyrisht komunitetit me të cilin sektori juaj përballet dhe ndihmon çdo ditë në jetën e tyre. Minutat kanë fluturuar, natyrisht sepse kemi patur se çfarë të diskutojmë në këtë mëngjes Shkodran. Ju falenderoj shumë zoti Filip që erdhët sot në Mirëmëngjes Shkodër për të ndarë jo vetëm ato çfarë ju keni mbërritur deri tani, por edhe sfidat e reja në këndvështrimin tuaj për 2019. Falenderoj ju për ftesën dhe për ne ishte një mundësi që të komunikojmë me ju, komunikojmë me publikun në mënyrë që të jemi sa më të vlefshëm, sa më Dhe gjithmonë dera e studios Mirëmëngjes Shkodër është e hapur për të tilla komunikime, informime, sensibilizime të opinionit dhe çdo gjë që ju keni ditë pas dite në punën tuaj. Faleminderit juve.